Të nderuar banor të komunës sonë, motra e vëllezër, miq të idealit për ndryshim, të nderuar lider të Vlenit. Dhe ju diaspora jonë që po na ndiqni përmet të rrjeteve sociale apo mediane. Mi mbroma nga zemra e komunës sonë. Mi mbroma nga çdo fshat e çdo lagje, nga Gugurnica, nga Tenova, Radiovca, Miletina, Çollopeku, Bërvenica, Sellaca dhe fshatra tjerë. Nga çdo cep i komunës sonë që sot re me një zemër të përbashkët për ndryshim, të dashur të pranishëm. Sot nuk jemi këtu vetëm për një tubim elektoral, sot jemi këtu për të nisur një ndryshim të vërtet të kthesës historike, e cila meriton çdo shtëpi, çdo familje dhe çdo banor i komunës Bërvenicës. Prej vitesh kemi parë shumë padresi dhe mungesë kujdesi, por tani kemi ardhur koha për veprim, ka ardhur koha të ngrihim dhe të marrim në duart fatin tonë. Unë ju them me bindje të plot, mjaft në koha e premtimeve që harrohen pas zgjedhjeve ka marrë fund. Me listën e Këshillit Komunal, me shtabin zgjedhor, me mbështetjen tuaj, unë hi në këtë garë për të sjellë barazi, dinjitet të ndershëm në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo rrugicë të komunës sonë. Programi i zgjedhor do ndahet në 2 pjesë. Ja disa prej zotimeve që do t'i përmendim. Nga dita e parë, nga seanca e parë, do të ndalim pagesën e dyfisht. Në mbledhjen e parë të Këshillit Komunal do të anulojmë pagesat që rëndojnë qytetarët. Do të kemi zhvillim të barabartë për çdo vendbanim, ashtu si qeveria që ndau për kokë banori mjete nga pushteti qendror, ashtu edhe unë garantoj se do të ndaj për çdo vendbanim për kokë banori, do të ndaj mjete ashtu si meriton çdo banor i komunës sonë. Komuna digjitale që lidh çdo shtëpi me diasporën tonë për të lehtësuar komunikimin dhe shërbimet administrative. Ne e dim që rinia duhet të jetë në qendër dhe me mua krijetar ajo do të ndodhë, sepse pa të rinjt nuk ka të ardhme. 5% nga buxheti do të ndahet për rinin dhe idetë e tyre progresive. Transparenca do të jetë e plot për arsye se qytetarët kanë humbur besimin ndaj udhëheqësve. Dhe unë nga këtu garantoj se çdo banor do të di se kushton çdo qindarkë e tyre nga buxheti komunal. Ndërtimi i rrugëve dhe rrugicave të reja ju garantoj këtu që bashkë me pushtetin qendror, në çdo lagje, në çdo fshat, nga Gurgunica deri në Çollopek, do të ndërtojmë rrugë moderne që lidhin njerëzit dhe hapin zhvillim. Zona industriale dhe vende pune, përveç këto rrugë dhe rrugica që i kemi detyrim, ne do të krijojmë kushte për investime të reja, duke i dhënë mundësi edhe diasporës sonë që të investojë në vendlindje dhe të hapë vende pune për rinin tonë. Ne do të udhëheqim me ndershmëri, me transparencë dhe efikasitet. Do të punojmë me zemër dhe me përkushtim për çdo banor të komunës sonë, sepse ndryshimi nuk pret. Komuna jonë ka nevojë për duar që punojnë dhe jo për duar që presën. Prandaj, ju ftoj të bashkohemi si një familje e madhe, të tregojmë se kur jemi bashkë asgjë nuk është e pamundur. Koha është tani, koha për punë, për unitet, për ndryshim të vërtet. Me 19 tetor, votoni numri 7, votoni për rend, zhvillim, vende pune dhe drejtësi për të gjithë. Faleminderit nga semra për besimin, për përkrajen, për forcën që më jepni çdo ditë. Zoti e bekoft komunën tonë, Zoti e bekoft të gjithë banorët e komunës tonë, Zoti e bekoft diasporën tonë. Na prifte mbara.